në mënyrë të padiskutueshme, por logjika është që fillimisht duhet bërë ndryshimi i pushtetit, pastaj të kalojmë në fazën e zbatimit të këtyre vullneteve, ta quajmë politike. Problemi është i tillë, mos vallë vetë zoti Rama si personazh tashmë është në një rreth të mbyllur që ai nuk del dot edhe nëse do nga disa interesa të cilat takojnë grupeve të caktuara dhe merr përsipër edhe këtë mendim irracional që unë nuk e di nëse e merr apo jo, që të dalin përballë të hapur me partnerët ndërkombëtar, me faktorin ndërkombëtar, edhe në zgjedhjet e 2025-t. Sepse edhe mund të duash të dalësh nga një lojë e rëndë që e futur, por nuk të lënë që të dalësh nga ajo lojë. Apo jo, se preken interesat më mëdha. Një vjetër fut 5 lekë për të fut në valle, fut 10 lekë nuk del dot. Pikërisht. Por kjo është një problem esencialisht etik, moral i zotit Rama. Problemi i shqiptarëve nuk mund të kufizohet në mundësinë apo pamundësinë e zotit Rama për të lënë pushtetin në funksion të mënyrës se si ndihet ai përballë drejtësisë apo frikrave apo ankteve të tjera që mund të ketë në raport me faktorë të tjerë, që s'kemi se të fshehim, aludohet çështësisht për faktor kriminal, sa ata dolën në përgjimet e Spakut që e kanë dhënë mbështetje politike në rastin e Çyrbës dhe jo vetëm. Problemi i shqiptarëve nuk mund të kufizohet te fati një individi kushdo qoftë ky. Kjo do të ishte një përsëritje e tmerrshme, fatale, pafalshme e diçkaje që kemi lënë pas 3 dekada gjysmë më parë. Prandaj është e rëndësishme depersonalizimi, ndarja nga personi në zgjedhjet që do bëjmë me 11 maj. Zoti Rama dhe garda vjetër politike do që shqiptarët t'i trajtojë si tifoz në një stadium ku luhet një lojë futbolli. Po politika nuk është një lojë futbolli. Një lojë futbolli të falet pasioni, se je tifoz me një fanellë apo me fanellën tjetër. Ke asociacione, ke shoqërime emocionale me një skuadër apo me skuadrën tjetër. Nuk ka rëndësi sa e dobët të skuadra që ti mbështet, që në fëmijëri. Nuk ka rëndësi se sa turpshëm dobët luajnë, apo sa faulle bëjnë. Ti prapë mbështet atë skuadër, sepse është një attachment, është një lidhje personale që ti ke. Apo jo. Trajtimi i politikës, forumit më të lartë të civilizimit, ku zgjidhen në mënyrë paqësore kontradiktat mes grupeve të interesit, si ndeshje futbolli, është një kurth fatal për njerëzit, për familjet shqiptare, për publikun shqiptar. Kush e trajton politikën si një ndeshje futbolli, që unë jam me këtë skuadër apo me atë skuadër dhe jam gati të bëj gjithçka për të mbështetur skuadrën, mbetet thellësisht i zhgënjur. Sepse në thelb, roli i qytetarëve në zgjedhje ndryshon kryekput nga roli i tifozëve në stadium. Tifozët në stadium janë aty për të mbështetur skuadrën e zemrës. Publiku shkon në zgjedhje për të mbrojtur fëmijët e vet, familjet e veta, interesat e veta, kompaninë e vet, investimet e veta, shëndetin e vet, arsimin e vet, sigurinë e vet publike. Dhe nëse dështon të mbaj përgjegjës, t'i vër para llogarisë pushtetarët e korruptuar, që i kanë varfruar, i kanë zbrazur xhepat, i kanë zbrazur tavolinat, i kanë larguar fëmijët, i kanë përkeqësuar gjendjen e shëndetësisë, kanë rrënuar arsimin, kanë përzër 1 milion shqiptarë kur kanë premtuar 300.000 vende pune. E kanë zhytur shëndetësinë shqiptare në nivelet më të ulta në Ballkan kur kanë premtuar shëndetësinë niveleve europiane falas. Nuk kanë asnjë perspektivë për zgjidhur çështjen e pronës kur premtuan legalizim falas. E tjera broçkolla, atëherë këta qytetarë që dështojnë të marrin këto vendime për veten e tyre, për fëmijët e tyre, për familjet e tyre, praktikisht janë duke bërë shërbimin më të keq vendit dhe vetes tyre, janë duke varrosur shpresat për ndryshim. Ndaj dhe thirrja ime është jo thjesht një shumicë shqiptarësh që duan ndryshim. Thonë nuk shkon më. Edhe sikur ky kishte bërë mrekullire, 12 vjet janë gjatë, jo më që është bërë zullumi mullar. Por thirrja ime drejtohet edhe një pakice që këta përpiqen ta joshin ata tërheqin si tifoz. T'i vën gishtin kokës. Sepse në 11 maj o janë me fëmijët e tyre, o janë me Edi Ramën. O janë me familjet e tyre, o janë me Edi Ramën. O janë me Shqipërinë, o janë me Edi Ramën. Nuk mund të jenë me të dy njëkohësisht. Kush beson tek fëmijët e vet, kush don familjen e vet, kush don që Shqipëria të ecë përpara, me 11 maj nuk ka alternativë tjetër përveç se të vër mendjen punë, zemrën në vendin e dur dhe të votoj për largimin e Edi Ramës. Pa diskutim,
nuk ka votë thjesht për largimin e një qeverie, vota duhet të shkojë te një alternativë, prandaj dhe investimi kryesor i Edi Ramës është që në 11 maj mos kishte alternativë. Prandaj shpiku fabulën e bufit, të gogolit, që ka përdorur rëndom për të mbledhur socialistët edhe kur kanë qenë mërzitur, me figurën e zotit Berisha, dhe bëri gjithçka për të sabotuar daljen tonë si alternativë në zgjedhje. Fillim duke na hequr legitimitetin në një vendim tërësisht antiligjor dhe korruptiv me 11 qershor, duke bashkëpunuar me zotin Berisha për të mbyllur listat e votimit, pra për të hequr votën preferenciale, e bashkëpunim që ka vazhduar në çdo aspekt përfshirë ekonomik dhe mediatik. Ndërsa ja kemi dalë ti mbjetojmë ti rrebeshi për të zhdukur çdo lloj alternative në zgjedhje, sot jemi para shqiptarëve e para forcë politike me një program që prej 1 qershorit, e para forcë politike që nxorri emrat e parë për deputet në 10 shkurt të këtij viti, pikërisht për t'ia nështruar gjykimit qytetar, dhe e vetmja forcë politike që garon me listat hapura. Listat tona të mbyllura janë fiktive dhe njerëzit në listat tona të mbyllura kanë dhënë dorëheqjet, janë depozituar Komisionit Qendror Zgjedhjeve. Që do të thotë çdo qytetar e ka në dorë të votojë se këtë do të çojnë në parlamentin e ardhshëm. Dhe janë ata deputet që do të marrin qoftë një vot më shumë, që do të shkojnë në kuvendin e ardhshëm të Shqipërisë për të përfaqësuar këta qytetarë që i çuan, që i mandatuan. Së dyti, e vetmja forcë politike që mbështet 100% spakun. Pse? Sepse është e vetmja forcë politike ku jemi të 140 kandidatët njerëz të lirë. Nuk na kap askush nga xhaketa. As për dosje korrupsioni, apo akoma më keq dosje të vjetra të sigurimit të shtetit, jemi 100% të lirë dhe nga kjo buron edhe fuqia, edhe vizioni, edhe, si më thënë, frymëzimi për të mbështetur 100% drejtësinë e pavarur. Nga ana tjetër, është pikërisht e kundërta. Janë njerëz të cilët në listat e mbyllura janë konceptuar si një gardë personale, si një kazermë personale në shërbim të kryetarëve, që ose janë në arrest për korrupsion, fshehje pasurie dhe pastrim parash, ose janë në proces penal, ose presin shumë shpejt t'ju bashkohen shokëve në procese penale dhe prandaj e konceptojnë listën e mbyllur si një garnizion privat për të mbrojtur interesat e tyre.